Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Fillimisht Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun e mënduar që takimet tona Zoti t'i bën të dobishme, të frytshme dhe t'i bën të shpërblyera për neve ditën e gjykimit. Mirë se po takohemi edhe sonte në takimin ton të radhës në emisionin Ky është i dërguari im. Pas një pushimi dhe ndërhyrje të temave për shkak të datave të veçanta që i patëm, sikurse Dhulhijja, Kurban Bajrami e kështu me radhë, ne rikthehemi prapë në rrjedhën e emisioneve tona nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe në kuadër të këtij cikli emisionesh kemi mbetur tek betejë e Uhudit. Kemi përmendur disa informata të rëndësishme për këtë betejë dhe përgatitjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam për këtë betejë dhe pse realisht ndodhi kjo betejë. Kemi përmendur se ishte një lloj përpjekje kurajit të Mekës që të hakmirën ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam për humbin e tyre të madh dhe të thellë në Bedër. Dhe pejgamberi sa mobilizoi ushtrin para se kishte mundësi, por ndodhi çka e befasishme që rrugës drejt Uhudit, domethënë një pjesë e konsiderueshme e ushtrisë u nda si pasojë e ndikimit të fushatave të ulta të hipokritëve, të kësaj kategorie destruktive që punonte në vazhdimsi për të sabotuar dhe për të pengu pejgamberin alayhi sallam në çdo hap dhe në çdo projekt të tij. Megjithatë pejgamberi vazhdoi për në Uhud dhe në Uhud pejgamberi alayhi salatu wasallam tash filloi me i rreshtu shokët e tij, me e përgatitur ushtrin për ballafaqim të pashmangshëm. Me kurajt e Mekës kishin ardhur dhe nuk kishte çfarë të bënte tjetër post të mbrohej pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga se Uhudi është kodër që rrethon në Medinën. Realisht pas kodrës ishin familja, ishin shtëpit, ishte pasuria e muslimanëve. Prandaj kishin dalë me mbrojt atë që realisht Zoti i kishte obliguar ta mbronin. Dhe filloi betejë të ndëruar shikues dhe ishte një betejë shumë e rraptë, shumë e fuqishme. Pasi që dy palët luftonin me të vërtetë me tërë kapacitet potenciale që kishin. Kurajt e Mekës ishin të motivuar nga tradita, ishin të motivuar nga poetët e tyre, ishin të motivuar nga hakmarrja për të vdekurit në Bedër, andaj tentuan që të japin goditje të fuqishme pejgamberit alayhi sallam në Uhud deri në masën e asgjësimit. Ata realisht nuk kishin ardhur vetëm për të luftuar. Ata kishin ardhur që domthonë të shpërbënin komplet shtetin e pejgamberit alayhi sallam, ta vrojnë pejgamberin alayhi sallam dhe të japin fund domthonë këtij konflikti me Muhamedit alayhi sallam. Kështu ata kishin menduar dhe këtë ata e kishin planifikuar. Prandaj ishin përgatitur thellë për këtë çështje, domthonë me ushtar, me përgatitje, me armatim, me kalorës që në çdo fushë të përgatitjes ushtarake ishin në avantazh ndaj pejgamberit alayhi sallam. Por pejgamberi sa më dhe shokët e tij kishin Zotin e manduar, në atë mbështetën, nga sa ajo për çfarë ata luftonin ishte diçka shumë e drejtë. Ata luftonin për ta mbrojtur të drejtën e besimit të tyre. Ata luftonin për ta mbrojtur dinjitetin e tyre, për ta mbrojtur pasurinë dhe familjen e tyre, për ta mbrojtur lirinë e tyre. Që gjitha këto tentonin kurajt e Mekës t'u acënonin dhe t'i ngulfatin gjitha këto fusha të jetës. Andaj pejgamberi kishte mjaftuar shumë arsye për të luftuar dhe shokët e tij. Dhe pejgamberi të ndëruar shikues inkurajonte në forma të ndryshme shokët e tij që të jenë sa më të fuqishëm, sa më stabil në këtë betejë. Dhe ka transmetime të shumta që flasin për trimnin, për guximin, për luftën që e bën shokët e pejgamberit në këtë betejë. Të ndëruar shikues, këto të ndalemi para se të vazhdojmë edhe në pikat e tjera të ngjarjes. Besimtari nuk e dëshiron luftën. Muslimani në esencë nuk e kërkon luftën. Nuk është lufta opsion i favorshëm për muslimanin, absolutisht. Por kur imponohet, kur nuk ka tjetër zgjidhje,
atë lufton, domethënë me guxim maksimal, pa u zbrapsur, pa ikur, për faktin se është i bindur se kjo është opsioni vetëm që i kishte mbetur. Shikoni për shembull këtë rast me Uhudin të ndërruar shikues. Me betejën e Uhudit. Cili është opsioni që i kishte mbetur pejgamberi sa? Tentojnë Mekë me kompromis, me dialog, me diskutim, absolutisht. Kur ishte Mekës, gjitha këto mundësi i përjashtonin. Në rregull, doli nga Mekë, shkoi në Medinë, i la rahat Mekë. Ata nuk kanë rahat. U morën pasurinë, domthonë, u konfiskuan këtë çka patën, i privuan nga të drejtat elementare. E pastaj morën këtë pasuri edhe me shit në Sham, që në nënçmim dhe një arrogancë kundër muslimanëve. Prandaj detyrimisht ishte menduar betejë e Bedrit. Ka të shkonin muslimanët për te i kësaj. Edhe unë pashtën kur ishte Mekës në Bedr. Sikur që kemi sqaruar. Rregull, Uhudi pse ndodhi? Uhudi ku është? Uhudi është edhe më afër se Bedri. Bedri kemi thënë janë burime në afërsitë Medinës, po janë lart, nuk janë afër. Po Uhudi është pikërisht më tash Medinë. Përpara në kohë pejgamberit sa Uhudi ka qenë jashtë Medinës. Ishte kodër që rrethonte Medinën. Mirë po të ndërruar shikues, sot Medina është zgjeruar dhe Uhudi bie diku përmes Medinës. Kaq është afër. Ku patë me shku besimtarët për te kësaj? Ka me shku? E kur kjo është opsioni vetëm, atëherë mësyn pa u kthyer mbrapa, pa u zbrapsur. Dhe trimnia e sahabeve, këmbgulja e tyre, heroizmi i tyre, filloi që nga fillimi të dominonte mbi kurësht e Mekës. Çdo flamur që e ngrit në kurësht e Mekës binte. Çdo njësi që e dërgonin kundër muslimanëve dorëzohej dhe gjunjëzohej dhe humte. Prandaj sikurse Aisha radhiyallahu taala anha thot se besimtarët në Uhud fituan fitore të qartë. Fituan fitore të qartë. Dhe kjo ishte rrjedha e betejës. Rrjedha e betejës ishte në favor të muslimanëve. Muslimanët tregonin guxim hatash të madh. Lufton te Hamza ibn Abdul Muttalib, agja i pejgamberit alayhi salatu wasallam. E shokët e tjerë. Amon betejë të mahnitshme, me guxim me të vërtet të mahnitshëm dhe breslënës. Pejgamberi i inkurante shokët e tij, kush vërsulet, kush shkon, kush bën këtë, e ka xhenetin, kënaqësia e Allahut, i inkurante besimtar, jo për motiv, ka se kjo është edhe roli i liderit. Por ai nuk zbrapse pejgamberi, nuk i motivon ata ai të rinë të larg betejës. Ishte pjesë e betejës, luftonte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sa që kishte rasti kur edhe u rrethuan nga një turm me kurajë që tentuan me vra, edhe ndërhyn shokët e pejgamberit sa me mbrojt 2-3 prej tyre kanë luftuar, me 10 prej tyre me mbrojt pejgamberin alayhi salatu wasalam. Sikur Talha ibn Ubaydillah e tjerë që u lënduan do u plagasin sa vdiqën. U plagasën e pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ishte betejë e vështirë, por megjithatë muslimanët filluan me triumfim të madh në këtë betejë. Dhe kurësht e Mekës kur e pan këtë këmbgulje, kur e pan të ndërrosh shikues këtë domethënë trimnit sahabeve se nuk zbrapseshin. Qase ku kemi më shku për të vendit ton? Ku kemi më shku për të shtëpive, për të familjes tonë? Ku të shkojmë? Ku të shkojmë për të besimit ton? Ku të shkojmë? Ta ndrojmë besimin? Andaj luftonin fuqishëm. Kur e pan këtë kurësht e Mekës, filluan të iknin. Të linin pas vetë keq ka patën. Kemë përmendur atë në fillim se kanë ardhur me shumë pasuri. Kanë ardhur me shumë pasuri, me shumë inkurajim, por edhe një lloj kushtëzimi ndaj ushtarëve të atyre që mos ikin. Kishë marrë pasurinë e tyre me vete, që nëse ikin, pasuria shkon. S'kishin motiv me çka mi majtë ushtarët. I marrë me këto presione, me këto kurzime, me këto shantazhe. Pejgamberi nuk ishte kështu. Ai motivonte sinqerisht shokët e tij. Këto dallimi mes besimtarëve dhe të tjerëve. Ata janë sinqert. Ta mbrojnë kauzën e tyre që është e qartë. Nuk kanë ku shkojnë për të tokës së tyre, për të vendit të tyre, për të besimit të tyre. Andaj mbrojnë familjet e tyre dhe nuk dorëzohen këtë aspekt në asnjë mënyrë. Nëse kurësht e Mekës fillon me ik. Fillon me ik në shikues. Dhe kur fillon shokët e pejgamberit me ndje kurajshet,
dhe që të marrin keq ka ata linë pas vetë si plaçke luftës dhe si një pasuri e shtetit dhe si një mundësi për të fuqizuar vetën edhe më tepër në fusha ndryshme, por edhe që realisht të ndiqnin Kurajsht e Mekës në një mposhtje të papar më herët që përjetuan Kurajsht e Mekës, shigjetarët vëzhgonin situatën. Kemë thënë që pejgamberi sa kishte vendosur disa shigjetarë një kodër 50 vetë dhe komandant të këtij njësiti shigjetarësh kishte vendosur Abdullah ibn Xhuberin el-Ansari, nga Ansarët nga Medinasit. Ai ishte komandant i këtij njësiti. Dhe ju kishte thënë qartë pejgamberi sa mos lëvizni nga kodra derisa unë dërgoj dikën dhe ju informon që mund të zbritni. Madje tha se shihni se po na coptojnë e po na hajnë zogjet, mos zbritni. Mos gabon me zbrit, ishte urdhni qartë i prerë. Po kur panë shigjetarët se situata në mejdan ndryshoi, Kurajsht e Mekës po ikin, po linin mbrapa keq ka kanë, kuptuan se betejë ka përfunduar. Kuptuan se betejë ka përfunduar. Dhe filluan që tashmë të këmbgulnin me zbrit. Nëse komandanti u thonte jo, për shkak se e dini se çfarë tha pejgamberi alayhi salam. Ende nuk ka ardhur askush nga pejgamberi alayhi salam që na lajmëron se ne mund të zbrisim, mund të zbresim. Por megjithatë presioni ishte i madh, betejë zhvillohej tashmë ndryshe, iknin Kurajsht e Mekës, linin pasuri keq që kanë, besimtarët vraponin pas tyne, që të kapnin rroba, po të vritnin këta që kanë armë vra. Që të maksimalizojnë humbjen tek armiku dhe ta thellojnë fitoren e tyne. E kur ta shqiptarët vëzhgonin këtë situatë, dikur nuk u përmbajtën. Filluan me zbrit nga kodra edhe të shkojnë në drejtim të armikut. Ata nuk ikën, por nuk e shihnin veten realisht të rinë pasiv. Andaj deshin të vrapojnë. Disa nga ata edhe për plaçk luftës, që të marrin diçka me që tash mori fund lufta, atë ne kemi qenë pjesë e luftës. Si do qoftë, kur ata u zbrapsën, kur ata zbritën, dua të them, Allah ibn Xhuberi ju tha, masni kthenu, por ishte realisht e pamundshme me inal, dhe këtë situatë po e vëzhgonte strategu i luftës. Ushtaraku i njohur i gjitha kohrave, Khalid ibn Walidi. Ishte në betejën e Uhudit, ishte në radhët e idhujtarëve, ishte në radhët e Mekasve, kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur e pa që shigjetarët zbritën dhe shpina e pejgamberit mbeti e pambrojtur, ai e kuptoi çka do të thotë kjo ushtarakisht. E kuptoi shumë mirë. Dhe me njësitin e tij bëri atë rrotullimin e njohur e u doli pas shpinës e muslimanëve dhe filloi me i godit. U befasorën muslimanë nga godit, nuk e pritën. Edhe filluan tashmë realisht edhe mbretnej kaosi në mes në besimtarëve, kush erdh, çka ndodhi, kush po godet, vdiqën këta, shkoi ky. Kurajsht e Mekës që ishin duke ikur, e panë se betejë apo ndryshon, disa nga ata u kthyen dhe besimtarët u gjetën midis fatkeqësisht dy ushtrive që filloi tash me godit nga gjitha anët. Por ajo që ishte më e keqe se filloi me dominu tek besimtarë në situatë e hutis, e paqartësisë çka ndodhi. Prikatash edhe këta mrapa. Dhe filluan që realisht edhe të humbnin koordinim mes vete. E këtu u vran pasaj shumë musliman. U vra Hamza radiallahu ta'ala anhu, e u vran 70 shokë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë ndryshim të rrjedhave të betejës. Shkuar pasi që shqiptarët nuk e respektuan urdhrin e udhëhecit të tyre. U përhap lajmi se ishte plagos edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, ishte vërtet se është plagos, po lajmi pastaj mori hav edhe realisht u deformua, ku filluan besimtarët të flasin edhe për vdekjen e pejgamberit alayhi salam. Ka vdek pejgamberi, është vrarë pejgamberi sallam, e kjo ishte një lajm goditës për besimtarët, shumë nga ata u zgjonyen, disa u dorëzuan. Është një situatë e pakapshme për besimtarët, por u ndodhi.
dhe fatkeqësisht një betejë e fituar 100%, realisht mori rrjedha ndryshe, ku tash besimtarëve që këtë pjesën e fundit e humbën dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij që mbetën u tërhoqën si për kodrës së Uhudit, atje lart u gjetën që realisht të mbrohen, me që nuk ishte e mundshme të vazhdonte ballafaqimi në mejdan. Deri këtu dua të flas, pastaj ka ende çka të thuhet për këtë çështje, por të ndrosh shikues, po e shihni edhe vet dhe dëgjuat. Ishin duke fituar, situata ishte në kontroll, gjithçka ishte mirë. Çka ndodhi? Ndodhi se disa njerëz realisht morën situatën në dorë e nuk ju takonte. Zakonisht kur njerëz jo kompetent, njerëz që realisht nuk kanë njohuri, njerëz që nuk janë të thirrur për diçka të caktuar, e marrin situatën në dorë. Ndodh kaosi dhe ndodh hutia në mes të njerëzve, ndodh hallakama, ndodh gjakderdhja në mes të njerëzve. Të ndryshkues për shembull, nëse një njeri me drejtësi në dorë, dhe ai do me qëruhe sapin me hanin, me vrasin, vetë do me kry këtë punë. Çka ndodh? Ndodh kaos. Shko them për hakmarrja, ky vroi një, ai vroi një, ky vroi një, ai vroi një. Ka që duke u faru familjet, për shkak se ata vetë e kanë marrë drejtësinë në dorë dhe me do këtë punë që ata mendojnë se është më mirë. Kur për shembull njerëzit e marrin në dorë fenë e tyre, çuçi o mërmendja vet. Unë çështu kuptoj feja që ashtu tek këtë radh, nuk ju besojnë hoxhallarëve. E marrin në dorë vet këtë situatë. Nuk respektojnë për shembull udhëzimet e hoxhallarëve, se nuk bën këtu më ngut, nuk bën këtu më vepru, nuk bën këtu më nxitu, nuk bën këtu më rreshtu, nuk bën këtu më reagu. Nuk i marrin parasysh këto këshilla, apo i marrin vetëm për dikur i çon sabri. Edhe marrin situatën vetë në kontroll. Ndodhin situata të vështira, kaotike dhe të mjegulluara, ku pastaj në këtë mjegull mund të pasojnë shumë njerëz të pafajshëm. Është shumë rëndësishme të ndërrohet që në çdo situatë, e në veçantë në situata kritike, që realisht situata të jetë në duart e njerëzve të duhur. Shumë është rëndësi që mos dhe situata nga kontrolla, se po dolin nga kontrolla, ndodhin pastaj probleme të shumta. Dhe këtija që ndodhi, sa besimtar u vran, nuk u vran në ballafaqim. Jo, atëherë, pa disa, po pak shumë. Numri më i madh u vra i besimtarëve kur realisht e morën situatën në kontroll, në dorë tyre njerëz që realisht nuk e meritonin, nuk e kishin ata këtë kompetencë. Dhe të ndërrum shikues, kjo është një mësim për besimtarët, se Allahu ju ndihmon, Allahu ju përkra, dhe ju vetë ishte dëshmitar të kësaj ndihme që u vinte nga Allahu te bareke ve teala. Mirë po, kjo ndihmë, kjo përkrahje, ky sukses nga Allahu xhalla wala, kjo fitore vije kur ju i përmbani udhëzimeve të Allahut te bareke ve teala. Kur ju e dëgjoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Momenti kur ju deri nga rruga Allahu xhalla xhelaluhu, me kur ju nuk e ndiqni pejgamberin alaihi salatu wasalam. Momenti kur secili nga ju merr situatën në kontroll, çush ai mendon, çush jam Armenia, nuk ka përkrahje, nuk ka fitore, ka humbje, ka dështim, ka poshtim, ka vrasje, ka viktima. Gjitha këtu ndodhen në Uhud dhe kanë ndodhur zotërisht shpesh herë, fatkeqësisht për faktin se ka dalë situata nga kontrolle e dietarëve, nga kontrolle e njerëzve të dijshëm. Pra të ndrosh shikues, kjo është një mësim i madh që na e marrim nga ngjarja e Uhudit. Atë që do më plagos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atë që do më qenë shtiza afër fytyrës së tij të bekume, me rreth gjaku i bekum. E më rreziku jeta e pejgamberit alayhis salam, pse? Se dikush atje se ka respektu urdhën. Andaj të ndërrum shikues, na duhet të mësojmë pa disiplinë. Do të mësojmë respektu potencialin intelektual që e kemi gjitha fushave tona. Për shembull, Allah na ruaj në situata të luftës më ndodhet të ne, për shembull. Nuk do të bëj situatën kontroll, kush çfarë don me bë. Me bë ka njësi të vetë. Jo, më çfarë. Tash ne kemi ushtrinë tonë, kemi njësitë të ndryshme të sigurisë, kemi njerëz eksperta, ata mirë me këtë çështje. Ata përcaktojnë rrezikun, ata përcaktojnë organizimin e shumë tjera. Në aspektin fetar, në aspektin politik,
Do që t'i ndajmë kompetencat, e të respektojmë kompetencët e njëri tjetrit. Jo mu përzin kompetenca, jo mu përzin detyra, pa njohuri, pa kompetencë, pa, do më thonë, autoritet në këtë aspekt. Nuk je autoritet. Ja që ka ndodhi. Qëmimi ishte i hëron, qëmimi ishte i madhë, qëmimi ishte humbje e fitore që e patën nduar të tyne. Qëmimi ishte plagosja pejgamberit, qëmimi ishte tekja dhe vrasja e shumë besimtarëve kështë më radhë, që realisht vdiqën në fushë betej, por jo si pasoj e dominimit të kurejshve, po si pasoj e mungesë përgjithësisë sa atyre që ju besuan një përgjithësi. Pa ma që arsyetime që ata i kam pas. Prandaj të ndëruar, Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, kur e përmen betejën e Uhudit, dhe në mësën si duhet me analizu në gjarjet, thot, kul hua min indi anfusikum. Thuaj që kjo që ndodhë në Uhud është pikrish për shkak të juve. Nuk është për shkak të armikut. Mësuni armiku është i fort, Khalid ibn Walid si strateg, leni këto, je pa se këtë të fitu. Mirë po humbët për shkak të veprat e juaja. Edhe zakonisht humbim, zakonisht dështojmë njëtën tonë pikrish për shkak të fajve tona. Dhe kjo është një edukat që duhet besimtari me e kultivu në mendsinë e tij, në jetën e tij, që para se me i fajsu tjerët, para se me kërku fajtorin të këtë tjerët, para se me këthy gishtin ka të tjerët, duhet me këthy ka vetja e tjeve. E si kurse ka thonë disa djetarë, nëse një gisht e këthen, ka dikosh që ka kështot, sa e në këthym ka ti? 3-4 në këthym ka ti? Ma shumë gisht e në këthym ka ti se ka dikush. A duhet ma shumë me shiku ka vetja jonë. Të mësojme të qërtojme vetën tonë. Të mësojme të marim gabimet tona, besupet tona. Jo të gjymë edhe të fajsojmë të tjerët. Ka faj kjo, ka thonë kjo. Kull humin e ndinë fusikum. Thuaj kjo është nga vetët e juaj. Ju e keni bërë. Ka se ishë duke fituar. Dhe me konzërojnë se kjo është nga mësimet më të mëdha që i marin nga betejë e Uhudit. Sa kështë e disiplinë, sa kështë e dëgjueshmëri, sa kështë e respekt të autoritetit, punë të shkune mirë. Momenti kur disiplina u prish dhe nuk u respektua autoriteti, ndodhi kaosi dhe humbja. Dhe kjo nuk është vetëm në Uhud, gjithmonë është të ndryshme, gjithmonë është. Shikoni për shembull sot edhe në aspektin fetar po flas për këtë që më i thirrën me fol. Sa ka diskutime në fe, mos pajtime, ky flet, ky thot, ky. Pse ndodhin këto sen? Wallahi nuk kish më pas këtë shumë pajtime. Shumë sen kish më qenë shumë më mirë, në rregull. Po ndërhyrja e njerëzve ndryshëm, me mendime të ndryshme, me qëllime të ndryshme, me tendenca të ndryshme, e kanë ngarkuar situatën, kanë prodhu fatkeqësisht mendime që kanë qa rrallë të muslimanëve, kanë prodhu mendime të zëtë realisht, kanë thellu mospajtimet dhe kanë humbë mundësin e menaxhimit të mospajtimeve. Djetarët e ashtë më kanë pasë mospajtime, por i kanë menaxhuar mospajtimet, kanë qenë sinqertë, s'ka pas tendenca. Sot dikush fatkeqësisht mund të prodhan një qëllim caktuar për interesa personale, për të shajt një grup caktuar, për të akuzuar një grup caktuar, pse? Po pazari që ashtu e lyp me i shajt dopën. Po që ashtu e lyp hesape që do njerëz mundesh me i godit, kogja mirë, e aty me fitu mirë. Këto e në tendenca meskine, tulta. Nuk i takoj një muslimani kështë me po. Andaj të ndërëm shikuz, të kemi frikë Allahun e manduar dhe të respektojmë dijen, të respektojmë argumentin, të respektojmë të fjalët e dietarëve, të jemi të sinqertë. Dhe jo vetëm aspektin fetar, po në çdo aspekt të mësojmë me respektu autoritetin dhe të respektojmë njerëzit kompetent dhe të dishëm që janë për fushën që realisht ne jemi duke u marrë me të. Për situatën që na ka godit. Keni pa kur kam qenë pandemia. Sa një ditë kemë folë, jo kjo bën, jo kjo s'bën, jo kështu, sa debat ne kena bërë. Lejnë njerëz kompetent për këtë çështje. Lejnë njerëz kompetent. Ka kompetent këtë vend, në botë, në gjitha anë. S'mund të me konë këtë shqitun, këtë me konë të pagumë, s'mund me konë kështu.
Ando me gabu njerëz kompetent. Normal që ndodh. Po gabimet e kompetentëve janë shumë të menaxhueshme. Janë shumë, si më thonë, ma pak të kushtueshme se gabimet që mund t'i bëjnë ignorantët. E që mund t'i bëjnë ata që nxitojnë e nguten duke mos respektuar rregullat e marrjes së vendimeve të caktuara. Prandaj rrjedha e betejës ndryshoi nga fitoria në humbje, nga realisht poshtnimi dhe dëbimi i kurajshve në rikthim të tyre dhe në goditje tashmë të fuqishme kundër besimtarëve, Allahu na ruaj. Deri këtu me ndryshoi rrjedha e betejës, deri këtu po dalemi, përrahruar edhe një pjesë që ka me Uhudin që është e rëndësishme, edhe mësimet caktuara që dalin nga kjo që morëm dhe do të marrim inshallah në vijim deri në përfundim të çështjes së Uhudit, e pastaj të vazhdojmë edhe me temat e tjera. Ndërkohë shikues, këtu bëm një shkputje të shkurtër, rikthehemi pas një pauze për të vazhduar tutje me telefonat e juaj dhe pyetje që tashmë keni të njohura. Shikues të nderuar, u rikthyer në pjesën e dytë të emisionit tonë, ku tashmë përmes numrave të shfaqur në ekran të juaja mund të inkuadroni si zakonisht në emision me pyetjet juaja dhe çka që do të thotë ju intereson apo mendoni se është mirë të thuhet në këtë emision. Deri sot na bëhet me dije, po pas ka të ndodhur më njëherë, po mirë inkuadrojmë urdhëni. Assalamu alaikum. Aleikum salam. Të ishtë tani sarem të shkurt hoqë për këtu se gjatët me figuran tu, të më thonë me gjami, a dhe ju të më falën tu, ose së di që me thonë. Qartë dhe kuptumë, o qartë, faleminderit. Faleminderit, Allah shpërblet, selam alaikum. Aleikum salam. Se gjatët që përdoren me u falë, janë me përdhime të ndryshme. Ka nga ato që realisht përdoren në vende ku nuk ka musliman. Disa bëjnë për reklama, disa bëjnë për tregti, për tushit, e kështu me radhë, dhe ka raste kur realisht edhe nuk respektojnë rregullat e islamit për një segjade, domthonë për një pjesë ku falë muslimant, qoftë tepeh i vogël apo si e kuptojmë më drejt, mi thonë. Segjade nëse ka xhami, s'prish punë. Nëse ka lule, nuk prish punë, por nuk bën me pas, dhe më thonë, krijes që ka shpirt, si kurse njeri ose kafsha. Nëse gjade, për shumë, ka kafsh, të qartë, dhe më të ftyrë, ose njeri, ose simbol të një feje tjetër, si për shumë kryqi e kështu më radhë, në atë se gjade nuk bën me u falë. Për shkak se realisht nuk është se gjade që i përmbush standardet fetare për me u falë të. Ndërsa se gjede pra që ka qabën, ka xhamin e pejgamberit sa sprish punë inshallah më falën të nuk bën me e tepru në këtë aspekt, do të që me qenë i ndihshëm çka do qoftë, ai se gjede në pasë çka. Prandaj nëse ka objekte të tilla sprish punë, po më rëndësishme është pas krijesa që janë të ndaluara me qenë gjatë namazit, qoftë në sejdë apo përpara ku falet muslimani. Mirë, kemi të ndodhin kodrojmë. Selam aleikum. Aleikum salam tullah. Hoqë, dy pyetje. Pyetjen e parë dhe sa më ta po, ka që po shkojnë varreza, a thënë drejt sikur ta xhallar si bojnë duona me qitë dhe durta dhe në lutjes. Edhe pyetja se çështë do komunikë bën tashmë, e pyetja e dytë është këto 4 mëdhëve që janë hanefile këtu, a dikush ka botu në libër që për shembull krejta të hadithet ose rregullat që pajtohen 4 këta 4 mëdhëvet. Që në libër specifik që besoj kështë kjo. Po, qartë. Faleminderit për pyetjen, faleminderit. Allah shpërblet, selam aleikum. Aleikum salam. Kur shkohet në varreza me përcjellje gjinaze, ka një ceremoni aty që bëhet, nga pjesa e kësaj ceremonisë është me bëu dua. Pyet a me bëu dua bashkë me ta, po bëni dua, s'prish punë. Domethënë mirë me bëu dua bashkë, me bëu dua dhe ndamas pastaj për të vdekurin,
nga se duaja në këtë situatë shpresojmë tek Allahu se i bën dobi të vdekurit. Ose për këtë mëdhëbeve, domethënë mëdhëbet janë pasuri fetare që realisht ka shumë të paqarta rreth mëdhëbeve nganjëherë, saqë njerëzit i nxjerrin nga konteksti i tyre, e teprojnë domthonë në trajtim të temave të mëdhëbit, qoftë në kuptim të kurzimit apo në aspektin e përjashtimit. Kjo është temë e gjatë që duhet biseduar për të duhet sqaruar njerëzit që ka mëdhëbi dhe si duhet të përdor mëdhëbin dhe si duhet me qenë brenda mëdhëbit e kështu me radhë, për shkak se është një çështje e rëndësishme që realisht garanton disiplinë, që ishim të fol, garanton respekt të autoritetit e jo çdo kush më fol për fe edhe çdo kush më dhon përgjigje fetare që realisht mund të shkaktu kaos dhe hotin në mesin e njerëzve. Mëdhëbet janë mjet, normal nuk janë qëllim në vete. Qëllimi është me ndjek udhëzimin e Kuranit dhe me ndjek sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Qase vetë mëdhëbet kanë pasur sunim me ndjek pejgamberin son. Po hadith të pejgamberit ka pasur për interpretim, për koment, për sërime, dhe dietarët pastaj duke u qas interpretimet e haditheve nga pikpamjet të ndryshme me rregulla të caktuara kanë hasë në disa mospajtime në situata të caktuara. Pse mund të them me plot përgjithësi se mëdhëbet më shumë kanë pajtim mes vete se që kanë mos pajtim mes vete. Ka libra që janë shkruar për pajtimet mes mëdhëbeve, kështu me radhë, po në gjuhën shqipe nuk e di se ka diçka të këtilla apo. Ne kemi të të inkuadrojmë burrani? Allo? Po urnani? Kom një pyetje. Po urna, po ju dëgjojmë, veç urnani. Gjithë peqit një idrizm çdo dytën ditë me gnu deka 300 ajete Kur'an edhe Mirë, në rregull. kurse abdy E kuptoj, faleminderit shumë. Nuk është mirë, domethënë, me emërtu lexues e Kuranit me emërtime të tilla. Kjo është çështje e redaksisë, domthonë që ka të bëjë me pjesën ku shohet Kurani, shumica e njerëzve janë të kënaqur me këtë, elhamdulillah. Ka shumë lexues që kalojnë nëpër, domethënë, program. Normal, respekt për gjithë. Besoj që ka njerëz që e preferojnë Idris Ebker, besoj që ato e ka pas përshtim shikuesi. Ka nga ata që e preferojnë Abdul Basidin, nga ata Menshawin e kështu me radhë. Normal, edhe të këtil, edhe këta kolos të mëdhaj, si këta Abdul Basidi, e Menshawi, e Khusari, edhe ata duhet t'jenë padyshim prezent me të madhe në televizion tona, më u dëgju zëri tyne, nga se kanë zë, me të vërtet me nën kolegë kanë zë të fuqishëm, por megjithatë preferencët e tilla duhet të trajtohen në mënyrë tjetër, por të emërtohet njeriu me gomare kështu më radhë, që nuk është e hijshme, me gjithë respektin për agjën që thirrri dhe moshën e tij, respektoj dëshirën e tij, po nuk mund të pajtohemi që publikisht apo në çfarë mënyrë të emërtohet një lexues i Kuranit që ka miliona dëgjues e përcjells e njerëz që pëlqejnë me emërtime të tilla, nga se realisht ai nuk ka asnjë faqe, ndoshta dikush e lëshon më shumë e dikush më pak. Njëri kënon xhamit vet edhe vazhdon jetën tutje, prandaj aja që e lexon mirë, e lexon si duhet, zëri është e dhona e Zotit. Zëri është e dhona e Zotit, prandaj të kemi parasysh që inshallah binillah edhe lexues e tjerë me preferenca të shumë njerëzve që të jenë më prezant inshallah binillah në leximet tona, po në leximet e Kuranit që janë në program, por megjithatë nuk është e mundshme gjithmonë të gjitha kërkesat me plotësuar, është e pamundshme, për faktin se ka shumë këndues e lexuesat. Andaj, inshallah, besoj që me lejen e Allahut xhela xhelalu, Abdul Basiti e Menshaw do të jenë alama prezant, pse janë, po me kanë alama prezant në emisionet e Kuranit, po megjithatë po flas, domthonë se jemi të kujdesshëm, domthonë në emërtimin e njerëzve që realisht janë hafuzllar, janë imam, janë njerëz që lexojnë Kuranin vazhdimisht, ja ka pohajën dunjoja ndjenjë perëndim, andaj jemi të kujdesshëm nga se është me vërtet barë e madhe për Allahut më thoni një lexues të Kuranit me emërtime të tilla, çfarë dëgjuam. Shpresoj në mirë kuptim dhe shpresoj në bashkëpunim këtë aspekt për të mirë, por jo me emërtime që rresh nuk mund të tolerojmë që
të tingëllojnë përmes ekraneve tona, Zotin e rujt. Faleminderit shumë. Mirë, kemi telefonat inkuadrojmë, urdhani? Apo iku telefonata? Mirë, vjen keq. Të nderuar shikues, e përmenda më herët, do të thonë që ne mund të japë mendimet tona, ne po duhet të kuptuar edhe aspektin e kompetencave dhe përgjegjësive. Në mospajtimet tona duhet që të respektojmë mendimin e njëri tjetrit. Të mëdhëbe dietarët kanë bërë shërbimet e shumta që njerëzit do bëjnë të qartë mendimin e mëdhëbet të saktuar, mëdhëbe me zvete, ku mos pajtohen, ku kanë argumentet, si kanë argumentuar. Është shumë e këndshme kjo pjesë minimizuar tek dietarët. Por po flas në gjuhën shqipe nuk ka diçka tek tillë për shkak se kjo është padyshim një pasuri shumë e madhe, por vështirë e përkthyeshme në gjuhën tonë, nga se kërkon më dorë një makineri kuadrësh kështu me radhë, por besoj që dal nga dal do të përthehen edhe vepra të mëdha të fekut islam, veçanërisht të mëdhëbit ton Hanefi, që njerëzit më pas të qartë, domethënë se çka thot mëdhëbi në këtë aspekt, çka thot në këtë, si argumenton mëdhëbi, ku ka argumente kështu me radhë. Dhe gjithmonë duhet të kemi një qasje mesatar, sikur që theka, mëdhëbi është i rëndësishëm. Mëdhëbi është i domosdoshëm për masën e njerëzve, patjetër, por gjithmonë të përdoret si mjet, pikërisht sikur edhe e kanë përdor edhe për shka edhe e kanë ndërtu themeluest e çdo mëdhëbi, sikur se Imam Abu Hanifa rahimullah e të mërat. Asnjëherë mëdhëbi nuk ka qenë zavendësim për pejgamberin, absolutisht, por ka qenë mjet dhe rrugë për të na afruar te Allahu xhallahu ala dhe për të na afruar tek rruga e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mirë, kemi telefonat, inkuadrojmë po urdhëni. Selam aleikum. Aleikum selam. Kisha një pyetje lidhur me dy ajetet e surës El-Kahf. Po. Ku Allah thotë thuaj aty tregoj për me të dëshpëruarit në veprat e tyre, ata janë ata të cilët përpjekjet e tyre në kësaj bote kanë qenë kota, ndërsa mendojnë se po bëjnë mirë. Disha me ju pyet, a mund të na shpjegoni se për çfarë lloj njerëzish bëhet fjalë këtu dhe a ka ndonjë shembull konkret për kategori veprash ose sjelljesh që mund të bien në këtë përshkrim? Gjithashtu nëse veç keni kohë, kisha dashur një pyetje nëse mund të na shpjegoni edhe si të ruhemi nga kjo gjendje që veprat tona të mos jenë pa vlera para Allahut, edhe pse ne ndoshta mund të mendojmë se po bëjmë mirë. Po e qartë, po e kuptoj. Selam aleikum, natën e mirë. Natën e mirë. A kemi telefonat e inkuadrojmë dhe të fundit për sonte, po urdhani, apo shkoj në rregull. Në surën Kahf, Allahu xhallahu ala thot: "Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Thuaj, a doni t'ju tregojmë për më të dështuarit në veprat e tyre, ata që kanë humb. Kanë dështuar mirë, po çka si është gjendja e tyre? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ata në vazhdimsi mendojnë që janë duke bërë vepra të mira. Allah ibn Masudi ka thënë se kjo është ajeti më i frikshëm në Kur'an. Donë mas shumë të që të frikson, mas shumë të që dënë me pas kujdes, është kjo ajet. Për shkak se Allahu flet për njerëz që kanë bërë punë, kanë qenë të angazhuar, kanë bërë përpjekje të caktuara, mirë po e tëra ka dështuar. Të nderuar shikues, kjo asnjëherë nuk bën me e bën njeriu me dyshu në mirësinë e Allahut, në mëshirën e Allahut xhallahu ala. Allahu nuk e humb mundin e askujt. Allahu mundin e bamirësve nuk e humb. Andaj Allahu nuk thot këtu se kanë qenë bamirës, por kanë qenë veprues. Dallon me bën një vepër, edhe dallon me bën një bamirësi. Ne jemi të kërkuar me bën vepra të mira, jo çdo vepër. Dhe dietarët kanë komentuar se kur është një vepër e mirë, kur mundet një vepër të konsiderohet e mirë që të fiton shpërblimin e Allahut të mënduar. Jo çdo vepër. Prandaj për këtu fillon komenti i këtij ajeti. Cila është vepra e mirë që Allahu e pranon? Dhe cila është ajo vepër që Allahu nuk e pranon? Nga se ne po flasim për Allahun e mënduar. Mund njëri, sikur të thash më herët, vetë ti thotë unë duni fe tamën, unë çështo po mënoj, po s'mund të më mënuj ashtu. Nuk mundesh. Feja është Allahut, shpallja është e Zotit xhallahu xhallahu. Ne jemi rob të Allahut. Ne duhet Allahut të bindemi sipas asaj që ai ka kërkuar për neve. Nëse don, shpëlim tek Allahu.
Nëse nuk dënë tek Allahu shpërblim, atëherë vepro sipas kërkesave të atij që prej tij e kërkon shpërblimin. Mirë, po dihet ditë gjykimit kush jap shpërblim. Dihet ditë gjykimit çështja në dorë të kujt është. Dhaj, do të më kon të kujdesshëm. Mos më kuptu kësi në imponimi, detyrimi, pse duhet veç kështu më bë. Pse që kjo është më mirë e mundshme për çata. Se ti nuk din Allahu din. Për këtë arsye. Ai din çka është më e mira për ty dhe ai e din se çysh Allahu duhet të adhurohet, për shkak se për të bëhet fjalë. Ndaj dietarët e kanë përmendur se një vepër e mirë duhet me i plotësu dy kushte. Dy kushte. Por dyshim nuk pranohet tek Allahu xhallahu xhalu. Kushti i parë është sinqeriteti, të bëhet për hir të Allahut mënduar. Njëri bën një punë për ta lavdëruar njerëzit. Dhe njerëzit lavdërojnë. Klum, faleminderit shumë na keni mu, na ke gjetë, na ke mësuar, njerëzit lavdërojnë. Merr autoritet, merr dekorata, merr certifikata në këtë dunjë. Edhe ai thotë mirë këka, njerëz po më dojnë. Po të Allah s'ka kurrë. Për shkak se s'ka bo për Allah xhallahu xhelalu. Nuk ka bo. Mund të jetë nga bamirët më të mëdhej, nga dietarët më të mëdhej, nga herrat më të mëdhej mund të jetë, por me ta që në xhehenem si ka thënë hadith. Allah na ruaj. Për shkak se nuk ka bo për Allahut, ka bo për njerëzve. Kanë marrë të marrin dekorata, pozita, lavdata për njerëzve. Andaj para që kanë bërë kanë fituar ndonjë dhe u kry puna. S'ka padrejti. A e ka bo për me të lëvdu njerëzit po? Atë ka lëvdu po, u kry. Kaq. Për Allah se ke bo. Andaj kushti i parë është sinqeriteti, për hir të Allahut më bo. Pse po e bën këtë punë? Pse Allahu e don. Ku bëdin që Allahu e don? Po Allahu ka thënë Kur'an, këtë punë du, këtë punë du, këtë punë du. Andaj unë këtë punë e bëj për Allahu xhallahu xhalu. I nimojmë dikujt, e respektojmë dikën, e mësojmë dikën, i ngjitemi dikujt, e përkrajmë gjitha këtu, e këshillojmë dikën, shumë tjera për hir të Allahut. Pse? Pse Allahu i don këtë punë. Për çfarë? Për hir të Zotit xhallahu xhalu. Sinqeriteti. Kur mungon sinqeriteti, realisht humbin punën apo. Vlerëson, se tek Allah nuk vlerësohet syfatësia, tek Allah nuk vlerësohet hipokrizia, tek Allah nuk vlerësohet vetënësia, nuk vlerësohet kjo. Për shkak se këto janë vese të këqija që ardhash me i luftu në dunjë, jo me shku me to tek Zoti te bareke ve taala. Kjo është e parë. Sinqeriteti, për hir të Zotit që leuala më pas. E dyta, të jetë në rrugën e Zotit. Dhe kur më të sinqert, për hir të Allahut që leuala. Ama e shpik një rrugë të vetën, qysh ai don Allahun më adhuru. Për shembull, njëherë do ma xhur Ramazanin, për hir të Allahut, as nuk don lavdata për njerëz, as nuk kurrë. Mirë, po ai e ka shpik në mënyrë të xhirimit qysh ai vetë don. Për shembull, jo ma xhurun Ramazan, pa xhuroj unë një muj tjetër se çështë me njerëz po më gjinuan, po do vetë më gjinuam. Ose për shembull gjinon, për shembull prej syfyrit deri në kindi. Ose për shembull gjinon deri në akşam, po veç ujë pin, mish nuk han. Do në shpik në mënyrë caktuar të xhirimit. Falet. Mirë po, drekën, nuk e falë në 4 rekate farzin. Sabah një, më në fali për shambull, fali në mesdit, i fali për shambull 2 rekate, po mënyrën që shuanë mene duke meditu për hanën e për dilën e, që kjo është namaz jam. Së pranohet, Allah, nuk pranohet. Për shkak se, kusht ka thonë ty që Allah dënë që shë këtë vepër? Kusht ka thonë? Po unë e menaj, po së është kjo unë menaj, Allah. Na do të më këthuj tek shpallja. Kurani dhe fjala e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe interpretimet e dietarëve që na kanë shpjeguar këtë çështje, dietarët pranuar të shejkujve tanë të kaluara sade. Ata na kanë shpjeguar kjo është e mirë, kjo është e dëmshme, kjo është. Prandaj të ndërgozë e motra. Kur Allahu na pyet gjykimit, pse s'ke hongër bukë në muaj ngosht? Ka qenë Ramazani në ngosht. Pse ke hek për ujë? Pse? Ramazani kon tim ke thonë më gjinu. A ka thonë tim kur më gjinu? Në rregullim pra. Pasi ju ke përmbajtur falestime, ecëm tutje, u pranua. Pse e çu me fal në këtë kohë namazin, sabah për shkak pse e çu? Vetë Allahu xhallahu ala për këtë çështje. Jam çu o Zot për shkak se ti ke thonë këtë vak, më quajmë çu për hir tonin. Në rregullim, pranon puna. Ecëm. Do të rrugë pejgamberit sa smuna me shpik metoda nga vetja jon të adhurimit ose na me vlerësu, kjo mirë, kjo s'bën mirë. Na i merr të Allahut. Ne jemi pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kemi na konkurrenti, nuk kemi na partner të Muhamedit alayhis salam. Ai në mendim çore ti Muhammed mendon kështu, po më në çështu. Nuk ka feja kështu, nuk ka feja ti mendon më nai.
Sa as vetë pejgamberi s'menon, në kuptim të asaj që qysh aja mërmenja për fenë, sa i menon normal në kuptim të kuptimit të shpallës, po mendimi ti nuk është ai që prodhon ibadetin. Jo, absolutisht. Wa ma yantiqu anil hawa. Allahu tha, in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja e tij. Ai flet nga shpalla që i shpallet. Shpallja nga Zoti është. Në kjo është kushti. Sinqerisht për Allahun xhallahu ala, duke përfshi besimin në Allahun fillimisht, me besu në Allahun xhallahu xhelalu, edhe për hitë Allahut me bo, edhe në rrugt të pejgamberit me kon. Çto janë kushtet e punës mirë? Dikur për shembull bën punë mirë, pas beson në Allahun xhallahu ala. Një moni fukaras, për shembull, një jetimit, po i beson në xhenet, as në ahiret, as nuk beson që ka Zot xhallahu xhelalu. Ky në dunjë Zoti ia vlerëson mundin. Edhe pse s'beson Allahun, Allahu në dunjë ia vlerëson mundin. Në dunjë Allah i jep shpërblim. E arun për një fatkeqësie, për shembull, i çon mirësi të caktuara, bën që njerëz me lavdëru, pse jo, edhe këtë Allah e mundson. Po në herë s'ka problem, s'ka besu në herë, çu më të dhon. S'ka besu në Allahun. Dhe kjo ka bëj më së pari me ata që s'kan besu Allahun, xhallahu ala, këta, kanë menuar se kanë po mirë, kanë menuar se kanë kryer punë të caktuara, por kanë qenë jashtë besimit. Dhe dikur që është mbrana besimit, por nuk ka qenë, domethënë në udhëzime që dietar na ka mësuar, se ka përmbush kushtet e pranimit të veprës, sinqeriteti dhe domethënë pasimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo është në pika shkurtë ajo që ka të bëjë me këtë ajet që është i frikshëm, pra ne duhet gjithmonë të ndruar vëllezër dhe motra, gjithmonë duhet që realisht të legjitimojmë veprat tona. Gjithmonë. A ka bazë? A ka argument? Mbi bazë ato që kanë folë dietarët, s'po them tash na më shkruajmë lyp argumente, se shumë njerëz nuk dinë me gjithë argumentin. Por me pas bazë vetare. Me pas argument që kur del për Allah të manduar, e të pyet Allahu xhallahu ala për këtë punë, o Zot e kumbose në librin ton e në sunet pejgamberit ka qenë e kështu me radhë. Me pas argument. Ki argument për Allah për këtë çështje. Nëse s'ki argument për këtë çështje, s'ka mbulesë vetare, nuk ka legitimitet nga shpallja, atëherë duhet me pas kujdes, pse veprat e tilla pastaj dalin tek risit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka qortuar, ne ka mësuar se largohemi prej tyre. Kjo është ajo që mund të them për këtë ajet dhe për domthonë kuptimin e përgjithshëm të këtij ajeti. Allahu na ruaj nga aktiviteti që nuk paguhet, nga lodhja që nuk shpërblehet. Allahu na ruaj. Allahu na ruaj nga çdo devim e lejthitje nga rruga e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Allah nuk ka mundin e askuj që bën mirë. Allah nuk ka mundin e askuj që mundohet. Por me rregullat dhe kërkesat e Allahut, nga sa ai është Zoti dhe ai është që ka në dorë ti xhenetin edhe xhenimin. Me kaq po jo po fund personte dhe takohemi inshallah në takime të radhës. Deri atëherë Zoti ju ruaj, i mbret nga çdo e keq. Selam aleikum wa rahmatullah.